Degët e Ollirit i kanë shpallur Noes kohën e mëshirës, fillimin e një beslidhje të re. Vjen shpëtimtari, i butë, i përvujt. Dhe degët e Ollirit na kujtojnë paqen dhe shpëtimin që na ka dhuruar çmimi i dashurisë që ka paguar për ne. Disa herë jemi si turma, që thërasim Ozana biri Davidit, por me njëherë bërtasim kryqëzoje. Herë të tjera jemi si Pietri, që mohon, të tjera si ushtarët që godasin, të tjera si Cireneu që ndihmon, të tjera si Centurioni, të tjera si Pilati që preferon të lajë duart, por jo të kërkoj drejtësi. Edhe ne, sot shkojmë bashkë me Jezusin në ecje drejt Jeruzalemit, drejt Pashkës, për të bërë që asnjë pikë e gjakut të Jezusit të mos shkojë dëm kot. Amen.